A shpallim do të Miss Universin e ministrave sot? Dhe politikaneve, mësa që ta zgjerojmë pak. Po politikanja ime preferuar pa këto ndërhyrjet, dhe është Josefina Topalli, që unë mendoj ka qenë një ndër gratë në politikë me sharm dhe me bukuri natyrore të jashtëzakonshme. Tani edhe këto gratë që i shef politik janë më shumë transformuar si silikon, po sjellja është burrërore, janë shumë mashkullore. Në fakt, Josefina Topallin, kështu është folur, është thënë, është komentuar, që është një grua e fortë, por që ka marrë pak nga tiparet e një burri, sidomos në kohën kur drejtonte Kuvendin e Shqipërisë. Krahasuar me Elisa Spiropalin, ti këdo veçoje si më të durën për atë pozicion? Absolutisht Josefina Topallin. Mos ndoshta nga që e ke nga anët e tua? Jo, jam nga Mirdita, ti je nga ajo është nga Mirdita, Shkodra, po quhen inferior. Po jo, Elisa Spiropali është një gocë e resh, është shumë e mirë, e bukuroshe është bërë tani, i lumtë, por nuk krahasohet me Josefina. Tani ti je një edi tjetër, i gjatë, që luan volejboll, që udhëton gjithandej me ministra apo me mise? Më mirë me mise se me ministra, besom. Dhe unë nga misi kam shumë miqësi, si me familjarët, si me vajzat, si me ato që kanë fitu dhe ato që s'kan fitu. Për shembull, një kam ca, si tu që janë bërë pjesë e familjes, është Cindy Marina, që e kam si mbes. Dhe Cindy që është nusja e Josefinës, nusja dhe Vjera. Po, është Cindy Marina që e kam si me pas mbesën time.